Koalicioni Pro Jetës, një organizim që bën bashk qytetar, aktivistë dhe përfaqësues të komuniteteve fetare, protestoi përpara kuvendit këtë të enjte për të kërkuar mosmiratimin e ligjit për barazinë gjinore. Me pankarta kërkuan edhe ndihmën e presidentit të SBA-ve Donald Trump dhe morën mbështetjen e liderit të opozitës Sali Berisha, që ju bashkua për disa minuta. Ky projekt ligj nuk trajton vetëm çështje barazie. Në thelb projekt ligji është zhbarazia më e madhe që ekziston. Kryedemokrati Berisha nuk u mori momentin, ndërsa qëndrimet e tij i shprehu jashtë e brenda sallës së seancave plenare. Godet familjen, godet identitetin familjar, të bazuar në binaritetin biologjik, përmbys kodin e familjes Republikës së Shqipërisë. Nga aty kishte një sfidë dhe një mesazh edhe për ambasadorin e BE në Tiranë, duke ju referuar shëndrimeve që ligji është detyrim në rrugën e integrimit. Ku shkruhet në dokumentet e Bashkimit Evropian përkatësie shumë fish gjinore, ne respektojmë orientimin seksual të gjithsecilit, por ne nuk përmbysim shoqërinë. Por kryetari i grupit të Partisë Socialiste Tauland Balla e cilësoi fyerjen ndaj përfaqësuesit të BE në Tiranë, fjalën e Berishës dhe shprehu distancimin e mazhorancës. Ky sulm i përsëritur nga i njëjti individ prej 35 vitesh kundër ambasadorëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Duke ju referuar kundërshtimit të projekt ligjit nga opozita, Balla tha se ligji është hartuar bazuar në ligjin kundër diskriminimit që është miratuar nga vetë Berisha në vitin 2010. Shka që dëgjuat nuk i referohet ligjit për cilin votohet sot. I referohet ligjit për antidiskriminimin i votuar në vitin 2010 dhe që mban firmën e zotit Sali Berisha. Para parlamentit, përfaqësuesit e koalicionit Pro Jetës kishin edhe një paralajmërim nëse ligji i shumë debatuar kalon. Ligj do votohet edhe pro, ne na keni të shtonën në 10:30